Kërkesa më e madhe është për banesa. Kërkesat në rritje janë kryesisht në kryeqytetin e Prishtinës, që është Prishtina. Prishtina e re dhe Prishtina në qendër zakonisht janë çmimet më të larta. Prishtina e re ju ofron mundësi edhe tjerëve që ka çmime pak më të lira. Duke shikuar trendet e vazhdueshme për kërkesë në rritje për kërkesë për blerje të pronave, ne ju jemi ofruar gjithherë klientëve tanë për me ju ofru opsione ndryshme. Zakonisht kërkesa më e madhe është për banesa, mirë po ka kërkesa edhe për lokale dhe pronat palojshme siç janë parcelat, tokat apo forma tjera të patundshmërive. Kërkesat në rritje janë kryesisht në kryeqytetin e Prishtinës, që është Prishtina, po janë edhe qytete tjera cilat ka evolu në ndërtimi thujes që në secilën komunë të Kosovës. Format e kërkesave janë kryesisht, domethënë zakonisht janë çiftet e reja, janë zgjerimi i familjeve, mirë po ka kërkesa ndryshme edhe nga bashkëdhëtarët tonë. Te pjesa e kërkesave edhe që është në rritje, në raport me kërkesën për shumë që kanë ndryshuar dhe çmimet. Mirë po Prishtina e re dhe Prishtina në qendër zakonisht janë çmimet më të larta. Prishtina e re ju ofron mundësi edhe tjerëve që ka çmime pak më të lira. Si zonë që është kërkesa më e madhe është edhe Fushë Kosova dhe qytetet afër Prishtinës. Kryesisht janë prej zgjerimit familjeve dhe çifteve të reja. Si agencion mundohemi të ofrojmë opsione ndryshme, varësisht prej kërkesës ofrojmë edhe mundësi ndryshme, mandej edhe nëse s'kan mundësi financimi direkt i bojnë përmes bankave apo ka kompani që ofrojnë edhe me këste. Po, kur jemi tek pjesa e financimit, po besoj që është një ndër temat kryesore kur kemi të bëj për blerjen e një patundshmërie të çfarëdo lloji, mundet një qytetar i Kosovës me një pagë mesatare themi të siguroj të blejë një pronë sot në Kosovë? Përveç domthonë, na i dimë pagat mesatare në Kosovë, për dallim që çmimet e banesave janë të larta dhe janë të shkutu, domthonë të shtrejtu, janë të papërballueshme. Ka pasur studime, domethënë, se sa në të rajonit edhe të Evropës, sa mundet një kosovar me një rrogë mesatare, për sa muaj mundet ose vite me pagu një banese. Këtu problemi është që në ndërtimin e banesave në Kosovë, në përgjithësi, janë kryesisht ndërtime të investitorëve privat, kurse shteti nuk është hisedar, pothuajse as pak në ndërtimin e banesave. Kemi parasysh se nëse i referohemi botës evropiane kapitaliste, në Gjermani për shembull, edhe në Zvicër, vendet e zhvilluara, shteti është hisedar shumë i madh i ndërtimit banesave. Krahas sektorit privat, edhe shteti ndërton banesa me çmime të përballueshme. Këtë sfundi para një viti, Ministria e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka ndarë domethënë në grant për komunat, ka shpallë thirrje për me apliku në këto fonde. Tash është ky sistem duke u zhvillu me shumë vonesë, domethënë jemi 25 mënyrë që shteti të mund të ndërtoj banesat me çmime të përballueshme, sidomos për kategoritë sociale.